Mes pushuesve vendas dhe të huaj, Orikumi vijon të jetë një nga destinacionet e preferuara për këtë sezon turistik, ndërsa ofron hapësira plazhi publik dhe privat. Për pushuesit, Orikumi është zona bregdetare, ku pushimet kalojnë qetësisht, ndërsa çmimet janë edhe të favorshme. Ajo që për ta nuk shkon mirë janë problemet në infrastrukturë, ndërsa kërkojnë më shumë vëmendje për pastrimin e plazhit, i cili shpesh sipas tyre zotrohet nga mbetje të ndryshme. Megjithatë, pushuesit thonë se plazhet e Orikumit mbeten për ta një preferencë. Po mirë, pashë rrugët janë rregulluar aty në lagje, janë rregulluar mirë. Këtu duhet bashkia duhet verdar këtu. Pavarësisht se këtu është nuk ka, domethënë, s'quhet plazh për popullin, po këtu nuk shikoj të vinë njeri. Po bashki kjo është mini bashki që është këtu do të ketë njerëz që pasojnë këtu i dalin anash. E kemi më të lehtë vim. Tash në këtë periudhë që s'ka shumë njerëz, është më qetë. Mirë, ka nevojë akoma për investime do të normal. Ne sa kemi dëgjuar projektet janë, domethënë nuk e di se po do përfundojnë, po shpresojmë për më mirë domethënë. Sidoqoftë është qetë, është për familjar. Çmimet? Është më mirë se në vendet e tjera, ka pas të ndryshime kohët e fundit, domethënë kemi parë të arritje kohët e fundit, po besoj se është më se normale sepse gjithçka po rritet kudo, domethënë edhe uji është rritur, kështu që normalisht është më se normale rritja. Pjesa privatit është privat, kurse këtu duhet ishte më pas. Pse ke zgjedhur Orikumi, ke dëgjuar apo ka ardhur për para e tjera? Jo, vllai vjen këtu për pasera, ka folur. Ne duhet të shkonim atje për para në radhim në fakt. Po do të ishte pistë. Këtu është deti pastër. Edhe kështu, sot kishte, nuk ishte aq pastër. Ju nga jeni? Nga Skrapari, Çaravota. Ke zgjedhur në Orikumi për të plazh, për të pushuar? Po për të pushuar, mua më pëlqen shumë. Çmimet si kanë qenë çmimet? Çmimet, hajde, as mira s'ke që themi në ana jona ndër. Plazhi këtu ka nevojë për ndërhyrje që të më shumë? Ka ndërhyrje për të rregulluar, duhet të rregulluar. Jo pak, po ka shumë. Që ndërhysh të dash diçka më vjen. Rruga, këto pastrimet, këto gjëra duhen se sa më shumë të rregullosh, aq më mirë ka dhe vendi këtu e bashkia e fitimet e tyre, turistët që të vinë. Ndërsa përshtetasin nga Italia. Da Torino, Italia, la prima volta in Albania, sì. Jam nga Torino, po në Shqipëri për mua është hera e parë. Do qëndroj për gati një muaj. Qëndrojmë në Vlorë, por sot kemi ardhur në Orikum dhe për detin veçanërisht, pasi është shumë i pastër me çfarë po shikoj. Vlora është një qytet i bukur, ndërsa Orikumin do ta sugjeroj patjetër dhe do të rikthehet. Kështu edhe pse mes qershor, pushuesit nga vendi dhe jo vetëm nuk mungojnë në plazhet e Orikumit, sipas të cilëve kjo qytet bregdetare ofron një mundësi më shumë për pushime të qeta dhe familjar.